Zjeni 2 limona dhe pini lëngu nesër në mëngjes, do të shpëtoni nga këto probleme. Si e filloni ditën është shumë e rëndësishme për një jetë të shëndetshme dhe cilësore. Shumë njerëz pin ujë të nxehtë me limon në mëngjes, por në atë mënyrë ata nuk mund të përdorin të gjitha përbërësit që ofron limoni. Duke pirë ujë të nxehtë ose të ftohtë me limon, merrni vitaminën C, por nuk mund të përdorni disa nga përbërësit e rëndësishëm që gjenden në tulin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe lëvozhgat e limonit. Ata që e kanë provuar këtë metodë përgatitje befasohen këndshëm nga efektet që duken qartë në vetëm 2 ditë nga fillimi i konsumit. Përbërësit e nevojshëm në realizimin e kësaj recete janë 6 limona, 500 deri në 600 ml ujë dhe mjaltë. Procedura e përgatitjes së kësaj recete është shumë e thjeshtë. Zjeni 6 limona organik dhe nëse nuk janë, atëherë i trajtoni me sodë buke për të eliminuar nga sipërfaqja e tyre të gjitha papastërtitë. Pastaj i prisni ato në gjysmë dhe i fusni në një enë me ujë. Pastaj i zjeni ato për 3 minuta dhe më pas i lini që të vlojnë dhe të ftohen. Lëreni enën të ftohet për 15 minuta dhe e kulloni. E mbani lëngu në termos ose në shishe qelçi në frigorifer. Kështu përfitimet e këtij lëngu do të jenë të mahnitshme për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Përparësitë e konsumit të kësaj pije në shëndetin tuaj janë vërtet të gjëra dhe mund t'japin gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Përmirëson peristaltikën dhe lëvizjen e duhur të zorrëve. Përshpejton metabolizmin, balancon nivelin e pH-it, freskon gjithashtu frymëmarrjen dhe mbi të gjitha, ndihmon në pastrimin e lëkurës dhe lehtësimin e peshës së trupit, duke lehtësuar gjithashtu edhe mbetjet e sistemit të tretjes, duke i bërë zorrët më të pastra dhe duke evituar gjithashtu problemet që i kanosen atyre. Uji me limon është një nga pijet më të mira që mund të shtoni në vaktet tuaja ditore ose edhe të nisni ditën me këtë përbërje. Mënyra se si e nisni ditën do të ofrojë gjithashtu edhe përfitime të mira në dobi të shëndetit. Uji me limon është një pije që do ju bëj të dukeni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë edhe shkëlqimin e munguar. Limoni është i pasur me vitaminën C që mban larg rrullat dhe hidraton lëkurën. Tensioni juaj i gjakut do të përmirësohet të ndjeshëm me përdorimin e kësaj recete. Ngrënia e rregullt e limonit çdo ditë do të ulë gjithashtu tensionin e gjakut, por kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju duhet për të mbajtur tensionin në nivele të shëndetshme. Ekspertët thonë se shtimi i limonit në rutinën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në balancimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uji me limon, i shtuar vazhdimisht në dietën tuaj ditore mund të jetë një përbërje shumë e mirë ushqyese që mund të mbajë larg edhe inflamacionet. Vitamina C që gjendet te limoni është gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër ftohjes, lodhjes, problemeve me tretjen, luhatjeve të humorit dhe të tjera. Vitamina C tek limoni lufton inflamacionin që është vatra e shumë problemeve kronike. Kjo vitaminë është e domosdoshme për mbrojtjen e qelizave imunitare. Limoni në dietën tuaj do ju ndihmojë që të shëroheni më shpejt. Vitamina C tek limoni është kryesore për shërimin e shpejtë nga e ftohura. Kjo vitaminë ka ndikime pozitive kundër problemeve respiratore që shoqërohen kryesisht edhe me problemet të virozave të stinës. Nëse pini ujë me limon në dietën tuaj do të rigjeneroni më mirë organizmin dhe do të mbani larg komplikacionet të tij. Uji me limon, i shtuar vazhdimisht në dietën tuaj do të ofrojë një hidratim më të mirë. Uji është i nevojshëm për dietën tuaj, por mund të bëhet i mërzitshëm, ndaj shtimi i limonit mund të shtojë shijen, vitaminat dhe të shtojë gjithashtu edhe përfitime në përshpejtimin e metabolizmit, në dhënien e energjisë dhe mbi të gjitha në rritjen e përfitimeve të hidratimit të trupit. Uji me limon është një nga pijet më të mira që mund të mbajë larg gjithashtu edhe erën e keqe të gojës. Limoni freskon shtëpinë. E njëjta gjë vlen edhe për shëndetin e gojës suaj.
Duke shtuar ujin me limon në pijet tuaja ditore, do të merrni përfitime fantastike në largimin e erës së keqe të gojës dhe mund të përkthehet në një pije mjaft cilësore në dobi të shëndetit tuaj dëntar. Limoni është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemit të gurëve në veshka. Ngrënia e rregullt e limonit parandalon formimin e gurëve në veshka. Limonët përmbajnë gjithashtu citrat, të cilët nuk lejojnë formimin e tyre. Shumë prej ekspertëve rekomandojnë përdorimin e limonit në menunët tuaj ditore si një përzgjedhje fantastike në hidratimin e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë shtoni lëngun e limonit në pijet tuaja ditore, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të mira. Limoni është një pije që mund të ndihmojë gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit të trurit. Limoni mund t'ju mbajë larg disa nga komplikacionet siç mund të jenë për shembull edhe problemet e Alzheimerit. Nëse siguroni që nivelet ditore të vitaminës C janë optimale, do të jeni më të mbrojtur kundër simptomave të Alzheimerit dhe gjithashtu do të ofroni një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Shtimi i lëngut të limonit në menunët tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i ofroni shëndetit tuaj. Limoni është një hibrid i bimëve të egra të kultivuara. Lëngu i limonit përmban rreth 5% acid, i cili jep frutit shijen e thartë dhe pH 2 deri në 3 shkallë. Kjo e bën lëngun e limonit të lirë, sepse është i gatshëm të përdoret gjithashtu edhe në eksperimente të ndryshme shkencore o edukative. Limoni përdoret si bazë në gatime të shumta dhe në receta të mira ushqyese, dhe përdorimi i tij në dietën tuaj në kujdesin e duhur mund të përkthehet në një element të mirë ushqyes në mbrojtjen e shëndetit. Një limon mesatar mund të ofrojë 2 deri në 3 lugë gjedhe lëng limoni. Duke shtuar limonin në dietën tuaj do të merrni përfitime të rëndësishme. Ekspertët thonë se shtimi i limonit në menunët tuaj do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Lëngu i limonit i kombinuar si duhet në recetat tuaja të përditshme mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqimore. Atë mund ta kombinoni me gatimet tuaja të shijshme dhe vlerat që do t'i ofrojë shëndetit do ta bëjnë atë një prej produkteve më të mira dhe më të konsumuara. Ekspertët shtojnë se përfitimet nga lëngu i limonit mund t'i marrë edhe shëndeti i lëkurës suaj. Të mbushur plot me shije, limoni konsiderohet si një përbërës kryesor në shumë receta, duke e bërë atë një nga frutat më të njohur në botë. Lëngu i limonit mund të gjendet në produkte të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe pije të ndryshme të cilat mund t'i konsumoni. Por pse ky frut është kaq i njohur? Sepse përfitimet e lëngut të limonit dhe limonit janë të panumërta në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Në këtë video do ju njohim me vlerat e tij ushqimore, përfitimet që jep organizmi dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i lëngut të limonit në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë shëndetësore dhe gjithashtu lehtësim më të mirë të komplikacioneve. Ekspertët thonë se limonët janë të pasur me vitaminën C, por janë gjithashtu të pasur me kalium, kalcium, fosfor, magnez, hekur dhe vitamina të kompleksit B. Ato janë të pasura gjithashtu me nivele të larta të fibrave dhe lehtësojnë komplikacionet e shëndetit. Ekspertët shtojnë se shtimi i lëngut të limonit në menunët tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një produkt të pasur me antioksidant, të cilët gjënë kryesore kanë mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Me kaq shumë përfitime që do të merrni nga limoni, do të ishte e pamundur të mos e shtonit atë në dietën tuaj ditore. Ekspertët thonë se përdorimi i limonit në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një element të vërtet ushqyes në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përdorimi i limonit në menunët tuaj çdo ditë do të jetë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të marrë organizmi dhe të lehtësojë gjithashtu problematikat. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.